Edhe dje në studio diskutuam në lidhje me autizmin për shkak se u shënua data 2 prill, dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit të autizmit, por ditë më parë studentët dhe Fakulteti i Psikologjisë në fakt pa një film duke diskutuar pastaj se si portretizohen këto probleme psikologjike në shoqëri. Pas filmit do të thotë The Beautiful Mind, përmes këtyre diskutimeve të cilat i kanë bërë, kanë ngritur po ashtu edhe fonde të cilat do t'i dhurojnë për shoqatën e autizmit. Tutje, ne do të diskutojmë bashkë me Arvesa Studenica, që është dekane e Fakultetit të Psikologjisë, dhe Arlinda Gashi, prodekane e Fakultetit të Psikologjisë. Mirëmëngjese, mirë se po takohemi edhe në këtë lidhje të drejt për drejt. Mirëmëngjese. Mirëmëngjese, mirë se ju gjejmë. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë knaqësi që ju kam këto. Atëherë, flasim pak në lidhje me aktivitetin që ju e keni organizu, në qoftë se nuk janë gabim, do të thotë si fakultet, do të thotë si departamenti i psikologjisë është ndërmarr një gjë e tillë, edhe ka disa studentë, një numër i madh i studentëve të cilët kanë marrë pjesë apo jo. Po, ne kemi organizu këtë event për të së pari për të ofru një hapësirë studentëve që më socializu dhe më së shumti për me ngrit vetëdijsimin për fëmijët me autizëm. Kemi shfrytzu këtë lloj formate që me ngrit fonde edhe me ndihmu fëmijët me autizëm në çfarëdo forme të mundshme që mundem me bo. Studentët tonë janë të angazhuar në shumë aktivitete, përfshirë edhe në këtë lloj aktivitetet humanitare. Ne kryesisht bëjmë vizita të ndryshme edhe me qendra të ndryshme të shëndetit mendor, organizojmë aktivitete për vetëdijsimin dhe ngritjen e vetëdijsimit në shoqërinë tonë për shëndetin mendor. Kjo ka ardhur si një ide prej neve pikërisht në ditën ndërkombëtare të ndërgjegjësimit për autizmin, që ka qenë dje me 2 prill. Mirëpo ne kemi vendosur që këtë fushat me shty gjatë krejt muajit që me mbledh sa më shumë fonde edhe në fond me shku me e dhuru për fëmijët e autizmit. Ka shumë ardhur prej studentëve, kanë organizu komplet vetë edhe kjo me të vërtet na bën shumë krenar që mundem me pa gjenerata të reja që janë gati për me kthy kontributin në komunitetet dhe në shoqërinë tonë për çështje të tilla sikurse kjo e autizmit. Samir, uroj që t'ju shkoj mirë edhe mbarë edhe tutje në vazhdim gjatë krejt muajit. Arlinda, nëse mundeni me na tregu pak tash çdo javë apo çdo ditë ç'është do të jetë, do të shikohen edhe do të jenë edhe filma të tjera apo do të bëhet vetëm ngritje e fondeve tutje? Po qëllimi që tha dekania e fakultetit është për me ngrit vetëdia, na vazhdimisht organizojmë aktivitete jo vetëm për ditë saktuar ndërkombëtare që lidhen me shëndetin mendor, mirë po çdo ditë tentojna me vazhdu këtë vetëdijsim përmes aktiviteteve ndryshme, qoftë filmave, qoftë diskutimeve që i bëjmë. Konkretisht për në lidhje me autizmin, këtu në kolegjin AB kemi vendosur hapësira ku studentë qëndrojnë edhe ofrojnë informata të caktume edhe këto mundën me ndihmu që për gjatë muajit me i rrit, me tentu me bo rritje të fondeve për cilat posynojnë me i dhuru. Po njëkohësisht edhe me vazhdu që të kontributin për ngritje të vetëdijes të përgjithshme në popullat edhe për ata të cilët nuk i përkasin fushës psikologjisë. Na zakonisht gjatë aktiviteteve që organizojmë tentojmë me diskutu me zvetja dhe me studentët tonë për me qysh me kontribu në komunitet, shnjojet e tyne me tentu me i transferu në komunitetin e përgjithshëm, popullatin e përgjithshme. Mirë po shumë shpesh synoj me i përfshi edhe njerëz të tjerë të cilët nuk i përkasin fushës psikologjisë. Shoh përmes komunikimeve jo formale në hapësirat të kolegjit, shoh në përmes diskutimeve të cilat janë të hapura për publikun. Edhe ky film që kemi pa, edhe diskutimi ka qenë të hapura për publikun, edhe kemi pas edhe njerëz të tjerë të cilët nuk janë studentë të Fakultetit Psikologjisë ose nuk janë studentë të kolegjit AB, por që kanë marrë pjesë në këtë filmeve, në këtë diskutim. Ashtu dhe pjesë stafit kanë qenë prezent në aktivitet dhe ne mendojmë që për gjatë këtyre javëve të shohim mundësinë që ky aktivitet të rritet edhe në fakultetet të tjera.
edhe të bëhet kështu një muaj ndërgjegjësimi të themi për autizmin. Po, atëherë, a flasim pak edhe për filmin, do të ju gjatë tërkohës do të zgjedhni filma të cilët janë psikologjik dhe trajtojnë probleme të tilla, apo ka qenë vetëm ky The Beautiful Mind? Na kemi një listë filma, në fakt që kanë ardhur dhe si rekomandime edhe prej studentëve, me qëllim për me i diskutu, jo domosdoshmërisht filmi lidhet me një tematikë si që është kjo për shembull për muajin për ndërgjegjësim për autizmin. Mirë po për shembull filmi The Beautiful Mind paraqet një simptoma të problemeve të shëndetit mendor, të cilat mundet me qenë shumë të rëndësishme me i diskutu se çu portretizohen në filma ose në storje të ndryshme që na shpeshherë i lexojmë ose i dëgjojmë. Prandaj për neve ka qenë e rëndësishme që filmi përveç se me shërbysin në një ndërgjegjësim për me i pa me njoft çush problematikat e shëndetit mendor manifestohen në jetën e një individit, edhe me diskutu mandej se çush po portretizohen këto. Ndonjëherë mundet me qenë portretizime që janë pak sa të egzageruar me qëllim për me ilustru vështirësitë e individit, që natyrisht për neve në që i përkasin fushës është e rëndësishme me tentu me i diferencua ato prej çka mundet me qenë në jetën reale. Natyrisht filme ose storjet e tilla kanë për qëllim për me bardh një informacion të populata e përgjithshme dhe me mbrima me lehtësi të ata, kështu që mundemi me kuptu që ndonjëherë din me qenë në storja me umbush me elemente ndryshme, që jo domosdoshmërisht i shohim në raste të me të cilat na punojnë. Po gjithsesi është shumë e rëndësishme me i pa, me i diskutu edhe këto me shërby, fillimisht me i forcu informatat brenda komunitetit tonë, pastaj edhe me di që shme u qasë në komunitet në të përgjithshme. Studentët edhe përmes këtyre aktiviteteve mësojnë edhe më tepër edhe këtë anën e empatisë, po besoj edhe anën humanitare, po në anën tjetër kuptojnë edhe shumë detaje sa i përket këtyre çrregullimeve apo këtyre problemeve të shëndetit mendor. Patjetër, mendoj që është shumë rëndësishme që sepse siç e tha edhe prodekonja, ne kemi shumë aspekte formale të mësimit ku studentët mësojnë për autizmin, mësojnë për gjithçka që ka të bëjë me shëndetjen mendor, mirë po pastaj anën praktike dhe anën pjesën të cilën ata duhen me jap mbrapa në komunitet, kjo duhet më mësu në forma të tjera jashtë klasës. Edhe ne mundu që me anë të këtij eventi të gërshetojmë shumë aspekte, qoftë edukime, qoftë ndërgjegjësime, qoftë socializimet, humanitarizmet, që ti gërshetojmë krejt këto së bashku edhe studentët të vinë dhe ta kanë një hapësirë dhe të shohin kontributin e tyre, sepse një film ata munden me pa edhe në shtëpi, munden me fsu shoqëri edhe me pa edhe të shtëpia, nuk është që është diçka e re. Mirë po të mbledhem së bashku për një nismë edhe të gërshetojmë krejt këto aspekte është diçka shumë e mirë që ata me mësu edhe me vazhdu për me botutja. Do dhuron vetëm në një shoqat, në disa shoqata, në disa organizata apo vende ku do thot operojnë dhe japin trajtime të tilla për fëmijët me autizëm, apo çush e keni mendu, ose do të shikohet kjo rrugës pastaj deri në fund të muajit? Fillimisht na kemi planifikuar një vizitë në shoqatën e autizmit, kështu që kemi pas si piknisje shoqatën e autizmit, mirë po natyrisht ideja dhe qëllimi jonë është me vazhdu sa më shumë kjo iniciativë. Edhe natyrisht për neve është shumë e rëndësishme nëse mbrimi u zgjeru edhe në për institucione tjera ose pavarësisht kudo që ofrojnë shërbime për fëmijët me autizëm, duke qenë që jemi në muajin për ndërgjegjësim për fëmijët me autizëm, mirë po që shtash mundem me thonë që na kemi marrë edhe kemi pa interesimin e studentëve me vazhdu një nismë ngjashme edhe për raste të tjera, grupe tjera të cënueshme të cilët mundet me përfitu prej ndihmave tona. Kështu që mundet me qenë shumë pak ndihmë prej anës tonë, studentëve, mirë po në anën tjetër mundet me qenë një kontribut shumë i rëndësishëm për ata që ka nevojë për shërbime të caktuara. Po flasim qoftë për fëmijët në aspektet të autizmit, po edhe për grupe tjera të cilët mundën me pas nevojë për shërbime të mirëfillta.
Uroj që gjithë shka t'ju shkoj mbar, po nuk e din që ose ju ndërpreva, apo ishte vetëm zhurma, por si të që falimderit shumë edhe për kohën, falimderit edhe për këto informata, ju përgëzoj gjithashtu edhe për iniciativen, juve në ratë të pare, po ashtu edhe studentët të cilët janë të gatshëm që çdo herë me ato mundësi që i kanë, të ndihmojnë edhe të tjerët, në këtë rast fëmijët me autizëm. Faleminderit shumë Agnesa për ftesën, edhe që na jap hapësirën që me nda me juve këtë ngjarje, edhe po shpresoj që herave të tjera do jemi aty me ty në studio. Uroj që t'jetë ashtu, faleminderit edhe një herë për kohën dhe patjetër që programi i mëngjesit mundohet që të jap hapësirë të gjithëve të cilët bëjnë nisma të tilla, në fakt bëjnë organizime të tilla dhe ndihmojnë ndoshta edhe të tjerët në forma të ndryshme. Qoftë fëmijët të cilët apo të rriturit që mund të jenë me çrregullime, por edhe të tjerët. Në përgjithësi ne trajtojmë pra tema të ndryshme në emisionin e mëngjesit. Më herët pra i pam edhe materiale, diskutuam edhe për energjinë elektrike dhe për ekonominë e vendit, tutje vazhduam tek fondet e ngritura nga studentët kosovar për fëmijët me autizëm dhe tani në fund kemi edhe një këngë, por patjetër faleminderit edhe butikut Avenue, i cili çdo ditë përkujdeset për veshjen time, në anën tjetër edhe Telkos dhe Ekofrut që na mban të hidratuar edhe patjetër me shumë shije. Përndryshe sot e kam dalë tek multishija apo tek multivitamine, e që është një lang me shije të shumta, dje kam pas me drez, ndërsa sot çdo ditë po i provoj tjerat, pastaj ju tutje mundeni me i gjetë kudo. Faleminderit shumë për kohën, nesër do takoheni me Fationën tek Këndi i Familjes, tek rubrika në fakt edhe emisioni i mëngjesit që trajton tema që lidhen me familjen. Faleminderit shumë, e bashkë do takohemi javën e ardhshme, deri atëherë paqeni një vikend sa më të mirë.